parandalimi është arma më e fortë për të ndaluar dukuritë negative. Në komuniteti shqiptar, që është një numër i madh këtu në Zvicër, kena pa të arsyeshme se ka nevojë për një shoqat të tillë. Në Zvicër, këto komunitetet tjera, këto shoqata i kanë zgjerë me kohë, kanë provoja 15 vjeçare, 20 vjeçare, po të shqiptarët nuk ka pas një shoqat të tillë deri më tani. Ka shoqata kulturore, fetare, ndryshme, po për parandalimin e dukurive negative jena të vetmi që veprojmë në Zvicër. Fillimisht kur para se më mor vendimin me themelu shoqatën, kemi komunikuar me ambasadën e Shqipërisë, ku në atë kohë ambasadori ishte Mehmet Elezi, që ka dhënë një kontribut veçantë në mbështetjen për themelimin e shoqatës, ishte ambasadori i Republikës Maqedonisë Ramadan Nazifi, edhe konzuli Salih Saifai të Kosovës në Tiranë. Kena pas një takim në ambasadë të Shqipërisë, me mu ka qenë Valdete Hoti edhe Ekrem Zimberi. Vetëm mbështetje që kena marrë ka qenë nga qendra për parandalimin e krimit në Zvicër me Selim Bern, kurse një pjesë e vogël prej antarësisë, ligjëratat e mbështetjen kryesisht ka enti për integrim, po gjitha shërbimet që ju afrojmë, që janë vullnetare, vërtet nuk kemi mbulesë për to. Ndonë se aktiviteti i shoqatës fillimisht të zhvilluar brenda qytetit të Zyriut, megjithatë ai ka bërë shtrirje edhe në qytetin e Bazelit. Përpos kësaj, synimet janë që të themelohet një degë shoqatës parandalon në këtë qytet. Në kantonin e Bazelit jetojnë edhe një numër shumë i konsiderueshëm i shqiptarëve, edhe tema që i trajton në përgjithësi shoqata parandalo i prek edhe shqiptarët në kantonin e Bazelit. Kështu që ka filluar diçka e mirë hera parë që shqiptarët merren me vetveten. Unë nuk jam me thtarë çdo gjë na zgjidhin institucionet, janë disa gjëra, sidomos kur është dhuna, ku shqiptarët mund bën shumë. Unë përmendat, duhet ta kultivojmë kulturën e antidhunës, jo vetëm këtu, edhe në Kosovë, edhe kudo që jemi. Të majmë një qëndrim negativ ndaj dhunës. Unë mendoj se këtu vetë pyetja thotë, do thënë për konfliktet, se si mi parandalu. Mendoj se konflikte jeton gjithmonë me konflikte, ndoshta do të koncentrohemi më tepër te se konflikti nuk mund me parandalu, po ndoshta dhunën, zgjidhjen e konfliktit mund me parandalu. Po pajtojmë me Orhanin se konfliktet ekzistojnë gjithandej dhe sot do të ekzistojnë edhe në të ardhmen, por ato duhet zgjidhur pa ushtruar dhunë. Pra, konflikte po, dhunë jo. Ich finde die Organisation dieses Vereins sehr gut. Es wurde sehr gut gemacht, sehr professionell. Und ich bin sehr froh, dass ein solcher Präventionsverein für die albanische Gesellschaft besteht hier in der Schweiz. Parandalo është një shoqatë organizuar shumë mirë dhe dëllohet për punën profesionale. Unë jam i lumtur që shqiptarët kanë një subjekt i cili kujdeset për të parandaluar të keqen në mjedisin e vet. Po ashtu i udhëzon ata për të drejtat që u takojnë, por edhe si të respektojnë ligjin dhe mos binë në kundërshtim me të. Kjo shoqata Parandalo ka kriju një traditë shumë të mire, brenda vitit disa herë organizon tema të ndryshëm që kanë bëjnë me kulturë, politikë, edhe tema që lidhen me komunitetin shqiptar që jeton në Zyri. Ne jemi mbështetës indirekt, por tash do të jep më thanë shumë sinqerisht edhe kam inicuar edhe një takim që jemi të interesuar të bëjmë të diçka bashkë, të organizojmë bashkë, duke mos u përzi fare në punë të brendshme të shoqatës, sepse edhe nuk duhet. Mirë po në interes reciprok të prezantimit të vendit ton, të imazhit, të lidhjeve tona shumë të thella që dita ditës po krijohen në shoqërinë zvicrane, duke filluar nga kultura deri te ekonomia dhe politika. Vitin që shkoi, shoqata bëri edhe hapin e parë për shtrirje edhe për te kufive të shtetit zvicran, për të organizuar ligjëratën e parë dhe në Kosovë, respektivisht në rajonin e lindjes në komunat Gjilan, Viti e Ferizaj. Jemi mundu që
t'ja afrojmë trive tanë një vetdjesim dhe ta bëjmë një sensibilizim që ata kur të kyçen në rrjetet sociale ose kur të përdorin telefonat e tyre ta dinë një kohë, do të thënë ta caktojnë një kufi. Një kontribut të çmuar në aktivitetet e deri tanishme përgjatë këtyre viteve kanë dhënë edhe Fatmir Salihu, i cili edhe ishte pjesë e ekipit në ligjëratat e organizuara në Kosovë. Komuniteti shqiptar që jeton në Zvicër në përgjithësi është integruar mirë dhe në këtë mënyrë i ka dhënë një imazh të mirë në përgjithësi qytetarisë sonë. Edhe themeluesi i shoqatës Parandalo Xhemal Selimi, që dikur ishte pjesëtar aktiv i ushtrisë çlirimtare të Kosovës e më pas edhe i ushtrisë çlirimtare kombëtare, është shembulli më i mirë se kontributi për të ndihmuar vendin në momentet e duhura e pastaj edhe për t'i përkushtuar mbështetjes së komunitetit shqiptar që jetojnë në Zvicër përmes kësaj shoqate janë për t'u admiruar. Manifestimi për të shënuar për vjetorin e 10 të shoqatës ka përmbajtur valle, muzikë tradicionale, muzikë moderne. Të pranishmit në këtë manifestim ishin një numër i madh të ftuarve, përfaqësues të qytetit të Cyriut, bashkëdhetarë dhe mysafirë të tjerë. Po, si shtam, punën kryesore në shoqatën tonë e kryen Valeta Hoti, që është presidente, dhe Xhemal Selimi, dhe gjithë bashku përpiqemi dhe kemi arrit në një farë mase ta mbajmë shoqatën për këto 10 vjetë dhe shpresojmë ta mbajmë edhe më të tjerë. Shoqata Parandalo në përgjithësi ndihmon shumë, por gjithmonë në udhëheqjen e Valdetës ndihmon të gjithë shqiptarët, po bile kohët e fundit edhe nacionalitetet tjera kanë filluar me u lajmëruar në shoqatën Parandalo. Do të ishte një shembull i mirë edhe për vendasit tanë atje te ne, që të punojnë edhe për komunitetin, jo vetëm për vete. Se ne në gjene e kemi humanitetin edhe një vlerë të humanizmit ma mirë se të Parandalo nuk besoj që e gjenë dikun tjetër. Wir Menschen mit einer Behinderung und Migrationshintergrund und Frau sind wir mehrfach diskriminiert und ich setze mich für die Inklusion und Gleichberechtigung ein. Me themelimin e shoqatës u bashkangjitur shumë shqiptar nga profesionet e ndryshme, si janë punëtor social, pedagog, psikolog, jurist. Po jemi një grup që bashkëpunojmë bashkë dhe i ofrojmë ndihmë komunitetit shqiptar, po edhe komunitetet të tjera që janë Cyriu. Xhevat Asami, doktori, është Barbara Burri, Analiz Schneller, Peter Schneller, Dije Sejfa Shaqa, Drita Ibrahimi, Bashkim Sejfa, po me zemër e me gjak si apo në Zvicrant, me mishën me shpirë, i kena dhënë zore dhe i kena mbajt gjallë shoqatën, edhe kena ardhur deri sot ku sot kemi edhe bukur një afërsisht 200 diçka antar që e mbështetin shoqatën Parandalo. Shoqatën tonë rrogas ka punojnë vullnetarisht gjithë, kemi vështirësi kanë me pagesën e zyrës, se është një mujore pagesë. Po ja dalim disi se ju ofrojmë njerëzve mundësi të ndryshme. Kena organizuar ligjërata të ndryshme. Një ndër ligjëratat që ja vlen me cek është u kanë ligjërata toleranca ndërfetare. Kantoni i Cirit ka ofruar një mirënjohje edhe një falënderim të veçantë për këtë ligjëratë që kena marrë, se na si shqiptar që jemi një komb me 3 fe, këtë problem se kena kjo është një emir që e bart kombi jon. Jem një komb me 3 fe, kërkojmë bashkim, është një shembull i mirë me dhënë edhe jashtë komësive të tjera, këto të mira që i kena me javë tregu edhe komunitetet të tjera që jetojnë në Zvicër, në këtë botën që me pas që shqiptarët nuk e kanë këtë problem religionit ose të fesë. Ne jena të hapur për gjithë ato shqiptarë që e shohin, që mundën me dhënë kontributin e vetë, na si shoqat, i kemi drejtën këtë Zvicrën, e kemi statusin e njoftër, jemi të lirum për tatimit shtetëror, nuk paguajmë tatim ndaj shtetit, dhe thotë që ku ka interes dikush që do me hapë, ne jemi të hapur me dhënë drejtën dhe mundësinë të hapë një seksion edhe në kantonet tjera që komuniteti shqiptar vetësohet të zgjidhni problemet para se me shku në gjykata, polici ose para se me shpërfilluna me mujt me parandalu është më mirë, se kemi një thonjë të shoqatës që është më mirë të parandalojmë se sa të shërojmë.